faktorët kryesor kanë qenë rrethana gjeopolitike në të cilën jemi ndodhur. Ne, Hashim Thaqët, Kadri Veselit, Recep Selimit, Jakub Krasić e tjerëve, Serbia kur s'ja falë, kur heq. Se këta djemë me një moshë shumë të re, e kanë mujt ushtrinë e tyre. Nuk ja falë, ne. E dyta, shpallja e pavarësisë së Kosovës ka qenë një aspirate brendshme, por ka qenë edhe projektim amerikan, mbi gjitha. Edhe mas shpallës së pavarësisë kanë fillu sulmet kundër shtetit të Kosovës, kundër personaliteteve si Hashim Thaqi, të cilat kanë qenë burime kanë pas Serbinë dhe Rusinë, dhe të amnistume prej disa shteteve evropiane, të cilat kanë qenë në influencë shumë të madhe të Rusisë në vite që po flasë, pra vite në 2009-2010. Ka pas shtete evropiane në atë kohë që kanë mendu që Kosova si shtet është të ecë ma shpejt se që duhet, është të bë përparime ma shpejt se që duhet, është të konsolidu pavarësin ma shumë se që duhet, është të hap ambasada, është të marrë njohje. Edhe kjo ideja që Kosova është për një me viktim të disa shtete evropiane është shëndru në penges në relacion me Serbinë. Edhe ka ndash me kriju që t'idejnë që atë shka në Balkan këtë janë viktima, këtë janë ka pak kriminal. Edhe për që ata e ka prapavin politike. Pra, gjykata speciale ka arë si një presion ndërkombëtar, ka arë si një presion që unë e besoj, thellë që ka buru nga Gjermania, për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë presion Kosovës që ndërtohet nga Gjermania me premtim, po unë e shoh prej perspektivës të sotit, unë e shoh ashtu, sepse në periudhën kur na kemi qenë në qeveri, qeveria gjermane në atë kohë ka investu në Serbi, 85.000 punëtor sërbë punojnë për firma gjermane. 10 miliard euro qarkullim firma gjermane e bojnë në Serbi, të autokrati Aleksandar Vučić, një kriminal edhe i luftës, edhe i pas luftës, njëri ma i korruptum. Pse nuk kanë ardhur në Kosovë? Në shtetin ma të korruptum Kosovë. Edhe retorika në Gjermani ka qenë, ne nuk po investojmë në Kosovë për shkak se këtu qenë ka pas ka korrupcion. Po të njëjtën kohë ata kanë investu në shtetin ma të korruptum edhe në liderin ma të korruptum në botë. Po mdoj, kanë qenë këto... Kjo për shkak të lidhjeve me Rusin, po thoni? Në atë kohë po flasin? Dëgjon, unë e besoj që të gjithë, ata që kanë përcjell politikën e jashtme dhe geopolitikën e din që Evropa kanë qenë në një influencë shumë të madhe të Rusisë. Për shkak të gazit, për shkak të interesave në atë kohë. Dhe që kë presioni Amerikan ka qenë i madh, presioni ndërkombëtar ka qenë i madh, por krenare ka qenë i madh me adresu raportin e Dick Martit për trafikim të organeve. Gjykata speciale, deputet, të gjitha elitat politike kanë punu që ta heqin këtë njollë të zezë dhe këtë ratë të zezë mbi Kosovën që kanë qenë trafikimi organeve. Që ka ndodhë kër e kemi kriju gjykata speciale, aty ka ndodhë mutacioni, aty ka ndodhë trastia, jo e bashkësisë ndërkombëtare, që e portretizojnë, jo amerikanëve, po e gjykata speciale. Sepse gjykata speciale e ka bot të kundërtën për ato që janë zëtu për ndrimi. E më thonë, ata nuk jënë marë fare me trafikim të organeve. Gjykata speciale, është Evropa apo Amerika? Gjykata speciale janë disa byrokrat të cilët kanë shërby në për Kosovë edhe në për vende të ndryshme dhe të cilët me çdo kusht, në çdo mënyrë kërkojnë dënimin e krerëve të UÇK-s. Edhe unë mendoj që këta njerëz që janë aty, këta byrokrat që janë aty, ata besojnë në drejtsinë ndërkombëtare më pak se që beson Hashim Thaqi. A ka shanse... Në drejtsinë evropiane. Po, a ka shanse ndoshta që të pakten me kusht të lirohen, apo jo? Është afër ky lirim i tyre? Me procesin që kemi pa, unë nuk besoj në një gjë të tillë, sepse derisa tash 5 vite prokuroria, që është një prokurori puro politike, me qëllime politike ka fitu çdo betejë në gjyq. Që është nuk është normale. Në Rusi 97% fiton prokuroria, në gjykatën speciale 100%. Pra me kësi vendin i krahasomi. Edhe aty ka pas padrejësi sistematike të cilat duhet të adresoj shteti Kosovë.